Rikthehemi sërish në studio, vjojmë të qëndrojmë së bashku drejt për drejt në mësën e informacion. Në këtë pjesë të tretë do të flasim për ujin e detit. Në fakt jemi në sezonin turistik të verës dhe shumica prej qytetarëve drejtohen drejt detit. Por sa i pastër është uji i detit? Pikërisht për këtë temë do të flasim tani me Olsi Nika, ekspert mjedisi, cili është në komunikim të drejt për drejt me studion. Zoti Nika, ju përshëndes, faleminderit që jeni me mua. Faleminderit për ftesën e kënaqësi. Zoti Nika, cilat janë faktorët kryesorë që ndikojnë në ndotjen e detit në Shqipëri? Në fakt nuk është vetëm deti i ndotur, për fatkeq janë gjithë ata që quhen ujëra larës, ku përfshihen edhe lumenjtë, edhe liqenet që përdoren për pjesën e plazhit, po theni. Dhe patjetër që faktorët kryesorë i ndotjes së detit janë dy, do të thosha unë. E para është mos trajtimi i ujrave të përdorur në zonat e populluara apo të banuara përgjatë bregdetit, pra kuptoj këtu qytetet që janë përgjatë bregdetit apo edhe zonat e tjera më të vogla se sa qytetet fshatrat apo njësitë e tjera. Dhe që është kryesore pastaj tjetër është ndotja e detit përmes lumenjve, pra çfarë sjellin lumenjt. Nuk është e thënë që deti të ndot në Durrës të ndotet vetëm nga Durrësi, por mund të ndotet edhe nga Tirana, fjala vjen. Dhe kjo është shumë e rëndësishme tek sot. Dhe sigurisht që ndot si kryesor është njeriu, aktiviteti njerëzor, qoftë urban, por qoftë edhe industrial. Kush ban përgjegjësi? Sa përgjegjësi kanë institucionet shtetërore për ndotjen e ujrave larës? Shiftash se përgjegjësia këtu ngelet shpesh herë jetim. Patjetër që përgjegjës është ai që ndot, edhe ka një parim universal në menaxhimin e mjedisit që quhet ndotës i paguan, por ka edhe tentativa të transferimit të përgjegjësisë tek ai që duhet pastroj në një farë mënyrë. Pra, jo vetëm ndotësi, por edhe ai që duhet pastroj. Tash kur vjen puna tek e para, patjetër që përgjegjësi kemi gjithë ne, në kuptimin e ndërgjegjësimit, në kuptimin e mënyrës se si i qasemi mjedisit. Dhe kur them ne, kam parasysh këtu jo vetëm njësitë e banimit, por edhe hotelet, restorantet, aktivitetet e tjera të ndryshme ekonomike, ndërsa kur vjen puna tek përgjegjësia, këtu pastaj ka një rrugëtim të gjatë të kalimit të topit të përgjegjësisë nga një institucion tek tjetri, por ajo që njihet, ajo që thuhet dhe duhet sot është që pas reformës territoriale administrative, në bazë të ligjit organik janë bashkitë ato që janë përgjegjëse për pastrimin e ujrave, ose më saktë për trajtimin e ujrave të përdorur, ku aty hyn gjithë ujrat e zeza, pra të tualeteve, të lavamaneve, të njësive të tjera ekonomike, të cilat duhet të trajtohen paraprakisht në impiante të caktuara me metodika dhe teknologji standardizuara përpara se këto të shkarkohen në një trup ujor, i cili mund të jetë deti, mund të jetë një liqen, mund të jetë një lumë. Pra ujrat e zeza vjojnë të derdhen në det? A funksionon realisht impianti i trajtimit të ujrave të ndotura? Po, ka modele shumë të mira të trajtimit të ujrave të përdorur. Unë mund të theksoja këtu Pogradecin, Korçën, që ka impiante të cilat janë funksional. Jo se qytetet e tjera dhe ato që janë përgjatë bregdetit nuk e kanë një impiant të tillë të ndërtuar, por nuk arrin që të mbledh, po themi, të gjitha njësitë e shkarkimit të ujrave të përdorur. Pra Durrësi e ka një impiant të ndërtuar të vënë në funksion, por nuk arrin që të mbledh 100% të gjithë, po themi, zonës në jurisdiksionin e bashkisë së Durrësit, për të kaluar në impiant dhe mandej pastaj të trajtohen përpara se të shkarkohen në det. Por e theksoj, ndotja shpeshherë kalon nga pikësore në difuze. Pra, ndotja në Durrës mund të vijë edhe prej Tiranës, e cila nuk e ka në funksion një impiant të trajtimit të ujrave të përdorur. Ju e dini historinë e impiantit të Tiranës, që është buxhetuar e ribuxhetuar, është financuar e rifinancuar disa herë, po ende nuk është në funksion të plot dhe aq më tepër që të përmbledh pastaj të gjithë ujrat e patrajtuar të gjithë zonës urbane. E kjo ka të bëjë më shumë jo vetëm me eficiencën e vetë impiantit, sepse impianti patjetër që konsiderohet si një pikë fundore përpara trajtimit, por kjo ka të bëjë shumë me planifikimin urban, me shkallën e jashtëzakonisht të lartë të informalitetit në ndërtim. Pra, aty ku bashkia ka menduar që i ka futur të gjitha njësitë në sistem, për të trajtuar në mënyrë informale, në mënyrë të palishme, ndërtohen të tjera njësi, të cilat patjetër pastaj nuk janë të lidhura. Në rrjetë mjafton
pak element apo pak njësi të jerën jashtë sistemit për të ndotur dhe për të prishur të gjithë sistemin. Sa ndikojnë pra ndërtimet e shumta, turizmi, rritja turizmit, infrastruktura? Shko, unë këtu po flasë vetëm për mos trajtimin e ujrave nga këto ndërtime, nga këto njësi të ndërtuara. Që mund t'jenë hotele, mund t'jenë apartamente, mund t'jenë... Po mirë, vetë ndërtimet, pra një ndërtim i planifikuar mirë, sa ndikon? Eksakt. Nëse i referojmë vetë ndërtimit, pa tjetër që ato e kanë efektin e tyre të jashtëzakonshëm kur flitet këtu pasaj për shkarkimet materialeve të ngurta, të inerteve, të shumë shka që konsiderohet ndotje e cila vjen nga industria e ndërtimit. Dhe kjo shifret është e qartë edhe në raportet e ndryshme të monitorimit, qoftin këto të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit në Shqipëri, por edhe Agjencia Europiane e Mjedisit, e shohim të reflektuar se çfarë në fakt ka sjell gjithë kjo valë e madhe ndërtimi, sidomos për gjatë Bregdetit. Ka edhe shumë të tjera që nuk janë të përfshira në këtë raport. Për shembull, mund të marr rastin e Sarandës, që i gjithë ajo çfarë ne shohim në terren, pra në pjesën toksore të qytetit, gjithaj bumi i madh ndërtimi nga viti 2010 e këtej, në fakt reflektohet në mënyrë të jashtëzakonshme edhe në botën nënujore. Në bota nënujore, peizazhi nënujor ka ndryshuar totalisht. Pra ngjan më shumë një landfill i gjigant se sa një botë nënujore ashtu siç ishte përpara viteve 2000, po them. Dhe këtë kam shërnojë time personale sepse vi nga ai qytet. Por ne këtu flasim vetëm për cilësinë e ujit dhe jo të habitateve nënujore. Pra vetëm për cilësinë e ujit dhe kjo patjetër që ndikohet edhe nga vetë ndërtimet, por kryesorja është nga shkarkimet në ujë të ujrave të patrajtuar. Po anijet, mjetet lundruese, hidrokarburet, se dhe këto ndoshta janë një faktor i rëndësishëm në ndotjen e ujrave? Të gjitha këto hyjnë, patjetër, edhe bujqësia është një ndotës i jashtëzakonshëm i ujit, sepse gjithë ato lëndët kimike, qofshin të plerave, që përdoren për plera kimike, për fertilizues, apo edhe kimikatet e ndryshme që përdoren për luftën kimike, me këto pesticide, insekticide e tjerë, në fund të ditës përfundojnë në lumë dhe lumi patjetër që i transferon në det. Gjitha janë pjesës e tërës, por ndotësi kryesor, edhe po të referoheni vlerave të monitorimit, ato që janë më të larta, nuk janë komponentët kimik apo as komponentët organik persistent që rrinë më gjatë në ujë, janë pikërisht ushqyesit, pra nitrate, fosfate që përgjithsisht vinë nga shkarkimet e ujrave të zeza. E qartë. Ndërkohë nëse flasim, zotin Nika, konkretisht me emra konkret, cilat janë plazhet që rezultojnë me cilësinë më të dobët, më të ndotur? Ajo dua të përmend, është fakti që po t'i referojmë raportit të fundit të Agjencisë Europiane të Mjedisit, Shqipëria ka një regres. Madje ky regres ka filluar pikërisht që në vitin 2021 e këtej, kur ne në 2021 kemi patur rreth 70% të ujrave larës në cilësinë shumë të mirë ose të shkëlqyer, sot kemi vetëm 16.8%. Pra ka një rënje drastike. Dhe këtu renditemi patjetër të fundit. Por renditemi të parët për kategorinë e ujrave larës janë në cilësi shumë të keqe. Dhe ju mund ta kuptoni këtë disproporcion. Tani mund të kalohet edhe në plazhe apo në zona, po them, ujra larë dhe nominal, të cilat disa prej tyre janë trashëgimie së kaluarës për shkak të depozitimit të mbetjeve aty, por shumica prej tyre janë pastaj efekti i këtyre zhvillimeve të sotme. Nëse do të kalojmë në nominal, patjetër disa nga plazhet e Durrësit nuk janë të rekomandueshëm për të larë, ashtu siç nuk janë shumica e lumenjve tam. Lumenjt tam janë të ndotur. Cili është më i ndoturi? Po plazhi Porto Romanos, nëse do ta konsideroni plazh për shembull, është patjetër i parekomandueshëm. Për të shkuar për të larë aty. Ka dhe një sër plazhesh të tjera edhe në Vlorë ka plazhe me cilësi të keqe që nuk rekomandohen. Dhe këtu besoj që është mirë që bashkitë ta njohin si problem, ta artikulojnë si problem në mënyrë që t'i qasen një zgjidhje. Dhe mendoj që kryesorja fare që duhet bërë është të informohen njerëzit, sidomos moshat më të reja, që të mos ekspozohen ndaj të tillë agjentë ndotës.
Sa e rrezikshëm është ky nivel ndotje për pushuesit, për qytetarët? Pra, çfarë probleme shkakton? Po kjo varet nga natyra e ndotësve, por për shembull, nëse do të ketë aty ju i përmendë elemente karburanteve, elemente naftës, apo qoftë edhe elemente metalëve të rënda, apo kimikate të tjera, patjetër që shkaktojnë përgjithsisht sëmundje të lëkurës fillimisht, iritime, por mund të shkaktojnë edhe probleme të tjera ju e dini për shembull, sidomos moshat e reja, fëmijët mund të fillojnë të gëlltisin, ujë të kontaminuar dhe kjo pastaj filloj probleme dhe çrregullime edhe në traktin tretës. Dhe sigurisht janë probleme pasaj të shëndetit publik që institucionet caktuar duhet ta monitorojnë. Por ne këtu kryesisht kemi apo flasim më tepër për shëndetin e vetë ekosistemeve, të cilat patjetër kur janë të ekspozuar ndaj elementeve të shtuar të fosfateve, të nitrateve, patjetër që e përshpejtojnë atë që ne në ekologji e quajmë eutrofikimi i ujrave, që pastaj ka një efekt domino tek gjithë bota e gjallë. Tani duke qenë se turizmi... Më falë dhe ta shtoj edhe këtë, se është një element shumë i veçantë dhe i rëndësishëm që për fat keq ne nuk është se kemi të dhëna të monitorimit, është edhe mikroplastika. Pra, ato bidonat, ato qeset që ne i shohim rëndom nëpër lumen, transferohen në det, por që nga momenti që hidhen deri në momentin që vjen në det dhe për aq kohë sa rrinë aty në det, fillojnë të dekompozohen dhe të shpërblehen në grimca të vogla plastike, ato që ne nuk i shohim praktikisht me sy të lirë, por ato janë të dëmshme, jashtëzakonisht të dëmshme, sepse mund të arrijnë të hyjnë në trupin tonë deri nëpërmjet rrjetave ushqyese. Ata janë filtratorët ata që i marrin të parë, midhjet dhe gjallësa të tjera si puna e midhjeve, dhe pastaj nëpërmjet zinxhirit ushqimor kalojnë tek peshqit e shpendët dhe më mund të vinë edhe në trupin tonë. E qartë. Tani zoti Nika, duke patur parasysh se turizmi është një nga shtyllat kryesore të ekonomisë shqiptare, jemi në kulmin e turizmit të sezonit, sa ndikon kjo në imazhin e vendit? Po, imazhi është ai që është, domethënë nëse ne nuk ballafaqohemi me faktet, nuk ballafaqohemi me problemet dhe i mbyllim njërin sy dhe njërin vesh, nuk kemi për të zgjidhur kurrë. Sigurisht që nuk është një lajm i mirë, patjetër, që të kemi këtë lloj degradimi të cilësisë së ujrave larës në Shqipëri, por besoj që zgjidhja e problemit fillon nga përballja me të dhe patjetër që duhet marrë masa. Dhe masat kryesore unë përmenda janë ato që duhet të ketë më shumë efektivitet dhe efikasitet në trajtimin e ujrave të përdorur, sidomos qytetet apo ato zonat e banuara bregdetare dhe bashkitë përkatëse duhet të bëjnë më shumë në këtë drejtim. Por patjetër edhe bashkitë e tjera më në brendësi të territorit kanë përgjegjësinë e tyre për të mos e transferuar ndotjen me ato idenë që ne e kemi edhe si shprehje, hidhe aty se merr lumi, po lumin det do të shkoj prapë. Kështu që imazhi masa që duhet të merren për të parandaluar degradimin, përkeqësimin e mëtejshëm, apo masa që duhet të merren ndoshta për ta bërë për shembull një lum apo një plazh të frekuentueshëm për qytetarët? Të frekuentueshëm nuk e bën dot me internet lapsit, sepse ndotja është kumulative, është e grumbulluar. Pra nëse trajektoria e regresit ka filluar në 2021-shin, nuk mund të veprojmë sot për ta zgjidhur sot, duhet veprojmë sot për ta zgjidhur për 3-4 vite në vijim. Dhe kjo është përballje me problemin. Sa kohë duhet pra për një plazh që të bëhet i frekuentueshëm? Pra nëse masat merren nga tani? Nëse plazhet janë një çik më, domethënë trupa ujor më të mëdhenj dhe patjetër që duhet një kohë më e shkurtër, po ideja është që nëse ne nuk marrim asnjë masë dhe vazhdojmë të shkarkojmë ashtu siç kemi shkarkuar në lumen dhe lumeni çojnë në det, patjetër që nuk zgjidhet, po edhe nëse ne do të mendojmë efektivisht për zgjidhje sot dhe do duhet të punojmë, nëse po themi për marrim rastet ideale që nuk ka asnjë element ndotës të shkarkuar në lum, nuk ka asnjë element ndotës të shkarkuar në det, ndotja është e akumuluar dhe do reflektohet edhe për disa vite që vinë. A kemi ne institucione që merren me monitorimin e ujrave, pra a kryhet një monitorim i vazhdueshëm? Sigurisht që ka zona monitorimit, ka stacione të caktuara brenda zonave të monitorimit, është një sistem i gjithë i monitorimit mjedisor në Shqipëri. Institucioni përgjegjës është Agjencia Kombëtare e Mjedisit, e cila këtë punë e kryen edhe përmes kapaciteteve të veta njerëzore, por edhe nën kontrakton institucione të tjera që janë specializuara për këtë punë.
Patjetër që është e detyruar të prodhojë atë që quhet raporti i gjendjes së mjedisit, i cili prodhohet një herë në vit dhe aty është i gjithë informacioni. Dhe Agjencia Europiane e Mjedisit përgjithsisht të dhënat i merr këtej nga ne, nuk është se i shpikin ata. Zoti Nika, mendon se problemi qëndron tek mungesa e investimeve, tek mungesa e kontrollit, apo tek mos zbatimi i ligjit? Shko, e para fare është mungesa e vullnetit, them unë, mungesa e ndërgjegjësimit është e dyta dhe patjetër investimet janë shumë të domosdoshme në këto sektor. Sigurisht janë sfidues, për shkak se unë e thash nuk lidhet vetëm me një gjë krejt teknike, pra ndërtove një impjant, ndërtove një rrjet që ta sjell gjithë ujin e përdorur në atë impjant dhe mbarove punë. Lidhet me shumë faktorë të tjerë, socioekonomik, me informalitetin në ndërtim, me mungesën e respektit për rregullin, por edhe me mos kontrollin total të territorit nga ana e institucioneve monitoruese. Pra janë të gjitha bashkë. Dhe kjo është një problem i trashëguar ndër vite, nuk po them në periudhën e komunizmit, por i trashëguar në këtë pjesë të historisë sonë të tranzicionit politik. Dhe është absolutisht një nga sfidat më të mëdha. Apo ndikon kjo ndotja e deteve, pra e ujrave, edhe në biodiversitet, tek peshkimi? Unë e përmenda cilësia e habitateve në mënyrë ka rëndjeshëm, pra një nga indikatorët kryesor apo treguesit kryesor të këtij degradimi janë livadët në Posidonia, për shembull, të cilat i shikon gjithnjë më larg detit, sidomos për gjatë Adriatikut. Ka vetëm zona të caktuara që ti ende mund ta shikosh nga bregu, sepse ata janë bimë shumë të ndjeshme që menjëherë nëse zona ndotet, patjetër që fillojnë të zhduken. Dhe shumë elementë të tjerë që nga ekinodermatët, pra nga irishët e detit, nga peshqit patjetër. Megjithatë, problemi në Shqipëri është që ka një mungesë të theksuar të monitorimit të gjendjes, sidomos pjesës nën ujit. Ne jemi edhe në rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe synohet edhe parafrimi i legjislacionit të Bashkimit Evropian, e sigurisht mjedisi është ai kapitulli më i vështirë. Sa larg jemi ne nga përmbushja e standardeve europiane për mjedisin dhe trajtimin e mbetjeve? Po në kuadër të transpozimit, po themi të legjislacionit, sigurisht që janë bërë hapa të konsiderueshëm përpara. Shumë nga direktivat janë transpozuar në mosën 100%, gjithnjë në masën mbi 70%, 80% sa i përket mjedisit. Po pastaj mungon pjesa e zbatimit të tyre, mungesa e kontrollit, mungesa e eficiencës. Janë probleme të cilat nuk është e vështirë që ne t'i zgjidhim për të arritur ato standarde mjedisore evropiane në fund ditës. Sigurisht kapitulli i mjedisit ka për të qenë më sfiduesi, sepse është e vështirë që të arrijmë standardet e përcaktuara nga direktiva e përcaktuara. Kur flasim për shembull për ujërat larës, ata duhet të jenë të gjitha pra në 100% në gradën e mirë ose shumë të mirë. Ne nuk jemi këtu, ne do duam vite që të arrijmë deri këtu, edhe sikur të fillojmë dhe të vendosim një sistem super eficient të menaxhimit të ujërave këtu. E njëjta gjë vlen edhe për ajrin, pra nëse shkarkimet të grimsave më të vogla se 2.5 mikron apo më të vogla se 10 mikron në një nivel të caktuar, ne e kalojmë disa herë atë në zonat të caktuara të Tiranës edhe 10 herë. Dhe nuk kemi për të arritur këtë gjë, sepse që të arrijmë do të ndryshojmë rrënjësisht mënyrën e transportit publik. Do duhet të kalojmë nga autobusët me karburant dhe makinat e shumta me karburant në një mënyrë tjetër transporti. Pra kemi këtu të bëjmë një ndryshim rrënjësor sistemik të elementeve të tjerë që janë të ndërthurur me mjedisin, sesa vetëm me transpozimin e ligjeve. Prandaj unë theksoj që kapitulli i mjedisit, unë i përmenda vetëm 2 elementë, por ka shumë të tjerë që e dëshmoj se kapitulli i mjedisit ka për të qenë më sfidues dhe ndoshta mund të mbyllet i fundit. Zoti Nika, sfundmi 3 masa prioritare që do t'i kërkonit qeverisë në mënyrë imediate që duhet nisin të merren që tani. Në lidhje me ujin, gjithmonë. Për përmirësimin e cilësisë. E kuptoj. E para është që çdo bashki duhet të ketë, apo grup bashkish për ato bashki që janë vogla dhe janë pranë njëra tjetrës, duhet të ketë impjantin e trajtimit të ujrave të përdorur. Zoti Nika, të lutem vetëm duhet të rregulloni pak telefonin, ndoshta jeni me telefon, po. Faleminderit.
Po, është okej tani? Po. Okej, falë, ndjes. Po thosha që çdo bashki duhet të ketë të ndërtuar dhe eficient vend punë implantin e trajtimit të urave të përdorur, gjë që ne nuk e kemi në gjitha bashkitë. Çdo bashki duhet i trajtojë urat e përdorur dhe patjetër këto bashki që janë pranë trupave ujor, lumeng, liçene, duhet të kenë një kontroll më të fortë të territorit dhe të aktiviteteve ekonomike të cilat janë përgjatë këtyre trupave ujor. Kjo është aja, është një detyrim ligjor në fakt, por që ka ardhur koha që duhet të përmbushet, ndoshta jemi edhe shumë mbrapa me këtë kohë. E qartë. Zotinika, faleminderit shumë për tek kënaqësi. Faleminderit e ju. Mirë, shkojmë në publicitet, rikthehemi në pjesën e fundit me sport.